fundit edhe gjua shqipe është gjuhë zyrtare post maqedonisës. Që prej janarit të 2019 gjua shqipe është gjua e dytë zyrtare në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Por realisht gjua shqipe është reguluar që me kushtetur. Po, pikërisht. Atere, përse kjo qasje e zyrtarëve, në rastin konkret të Ministres së Arsimit, është e qëllimshme, zoti Shaqiri? Po, këtu është probleme, realisht se ligji i 2019 ka pas disa probleme, boshllëqe të cilat lën çdo funksionar të interpretoj ligjin ashtu siç dëshirojnë ata. Edhe këtu rasti konkret, për shembull, nuk mundet të vlej me një shtet ministrat shqiptar ose disa ministri të përdorin gjuhën shqipe, ndërsa disa ministri të lihen në vullnetin e tyre dhe të mos përdorin gjuhën shqipe. Dhe këtu, domethënë, ligji nuk sanksionon se cili duhet të përdor ligjin, për shembull, apo cila ministri a duhet sanksionohet nëse nuk e përdor gjuhën shqipe, ndërsa një ministri tjetër edhe pse përdor, nuk është problem. Këtu është ai boshllëki ati ligjit të vitit 2019, i cili u tentua të rregullohet prap në vitin 2024 para shpërbërjes qeveritare, mirë po e zuri ajo miratuar realisht në seancat qeveritare, më pas ngeli në procedurat parlamentare për shkak të se u shpërbë kuvendi dhe filloi qeveria teknike dihet që ka edhe ingerencat apo kompetencat e kufizuara dhe kështu që domethënë ngeli pa u miratu ato plotësimet të cilat duhesh të plotësohet ligji për përdorimin e gjuhës. Dhe këtu rast konkret, domethënë edhe ministrja, domethënë nëse shkon në një event konkret ku flitet gjuha shqipe, patjetër se si organizatore debateve duhet të sigurojë nëse ajo nuk kupton gjuhën shqipe, duhet siguroj përkthyes ajo si institucion. Mirë, si ka qenë qasja, si ka reaguar partitë shqiptare, është bërë kjo çështje pjesë e diskurit të tyre politik? Në përgjithësi, më shumë vëmendje jepet realisht jo fjalimeve apo fjalëve të cilat thonë eksponentët politikë, si në rastin konkret Ministri i Arsimit, për shembull që ka dhënë një deklaratë konkrete, kanë reaguar realisht edhe sot kishte edhe deklarat edhe nga Bashkimi Demokratik për Integrim, jo deklarat, po kumtes për media, nga Vleni edhe ata nuk kam pa ndonjë reagim realisht deri më tani. Mirë po, reagimet të shumta ka vetëm për momentin që zgjat kjo problematikë është provimi i jurisprudencës, apo? Po na shpjegoni pak të dhënien e provimit të jurisprudencës që ka ngritur në një protestë studentët shqiptar në Universitetin e Tetovës. Ato paralajmërojnë realisht edhe protesta më të mëdha, gjë që edhe besoj i inkurajoj dhe do t'i përkra edhe unë, pasi që edhe ajo është një drejt elementare çdo qytetari, por edhe çdo studenti që provimin e jurisprudencës ta jep edhe në gjuhën shqipe. Këtu mendoj që problemi nuk është ndoshta te vullneti sa është te pjesa praktike, për shkak se realisht në komisionet që përbëjnë komisionin për dhënien e provimit të jurisprudencës, atje për shembull realisht antarët komisioneve duhet të jenë të përziera etnikisht, apo për shkak se provimi i jurisprudencës sa dio dhe sa kam informata realisht jepet edhe me gojë në gjuhën përkatëse, edhe në gjuhën shqipe. Në këtë rast nëse Zoti Shaqiri, ta kuptojmë, deri tani ky provim është dhënë edhe në gjuhën shqipe? Jo. Po kërkohet tani për herë të parë. Tani kërkohet. Okej. Po. Dhe nuk është pranuar. Nga studentët shqiptar dhe nuk është pranuar fillimisht nga ministri i drejtësisë Igor Filkovi, i cili kategorik doli apo realisht që provimi i jurisprudencës duhet jepet vetëm në gjuhën maqedonase, duke arsyetuar me faktin se në këtë rast studenti duhet di edhe gjuhën maqedonase për të punuar më tej si notar apo avokat. Mirë po, reagimet ishin edhe nga akademik dhe nga profesor të juridikut, të cilët thonë se aty nuk matet të provimi i jurisprudencës se sa njohuri ke ti për gjuhën maqedonase, por sa njohuri ke për
sferën në të cilën ti e jep provimin realisht. Edhe pastaj dolin apo kryeministri Mickovski, edhe ai realisht fillimisht tha që okay, provimi i jurisprudencës duhet jepet edhe në gjuhën shqipe, mi po më pas ndroi mendim dhe tha që nuk mundet për shkak se duket ka marrë mendime. Besoni se do ketë një reflektim nga ana e qeverisë maqedonase për ta lejuar diçka të tillë, do t'ja dalin këto protesta? Mendoj që po, mirë po, prap jam skeptik, realisht duke pas parasysh këtë retorikë që janë të përdor realisht eksponentët politik Maqedonas, sidomos ndaj çështjeve shqiptare, si çështja dhe gjuha shqipe. Dhe kjo pak më le edhe skeptik për shkak të pozitës politike edhe të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, sikur në ana e opozitës, sikur pjesa e pushtetit, për shkak se edhe për momentin mendoj që edhe opozita nuk është aq aktivizuar dhe të reagoj të jetë një opozitë konstruktive dhe të jep reagimet e saj në vendet e duhura ashtu siç duhet, mirë po edhe te pjesa e pushtetit në këtë rast koalicioni Vlen nuk mendoj që nuk pe menaxhon mirë këtë situatë me partnerin e tij në pushtet për të arritur ato, ose jo për të arritur, por për të ruajtur disi ato vlera apo të arriturat të cilat janë arritur që në vitin 2001 dhe sot pas 26 viteve të kontestohen. Mirë, sikur të mos mjaftoj ky problem që duhet jetë në fokus të politikave të partive shqiptare, ka përplasje tashmë mes vetë shqiptarëve.